lutem edhe uroj që të gjithë ne së bashku të bëhemi të denjë, që të pjestojmë në gëzimin e Krishtit dhe të arrijmë të përfitojmë ato të mira që Zoti na premtoi, dhe mbi të gjitha gjitjen e qiell, jetën e përjetshme me të në mbretërinë e Tij. Ju uroj të gjithëve gëzuar për shumë vjet. Uroj të gjithë ata që festojnë sot, veçanërisht ato që mbajnë emrin Maria, por dua që të shkojë përtej, jo vetëm gratë dhe motrat tona që kanë emrin Maria edhe nëna, por të gjitha gratë edhe nënat edhe motrat, sepse festojnë sot, sepse të gjitha pjesojnë në rodin e hyrindëses. Të gjitha duhet ta kenë atë si shembull edhe si busull në jetën e tyre. Kujtoj një nën që kishte dërguar vajzën e saj në shkollën e lartë, e kishte rritur me kujdes, e kishte rritur me vlera, e kishte mësuar se si të ruante veten e saj, edhe jetonte me anktin se si do të kalonte vajza e saj vitet e studimeve. Dhe ajo të cilës i trembe një ditë ndodhi, i dërgon vajza një letër edhe i kërkon nënës që t'i dërgojë përveç gjërave të tjera edhe një pasqyrë. Edhe nëna e shqetësuar, sepse mendonte se tani vajza kërkon të zbukurohet edhe kush e di çfarë rrugë do më marri. Edhe duke u lutur e ndihmoi Zoti, edhe në vend të pasqyrës çfarë i dërgon, i thoni ju? Dërgoi një ikonë të lindëses. Edhe i shkruan pas ikonës: Vija ime, kjo është pasqyra në të cilën ti duhet të shikosh veten tënde. Edhe kjo është një pasqyrë ku çdo grua dhe çdo nën dhe çdo motër duhet të shikojë jetën e saj. Gëzuar dhe për shumë vjet të gjithëve, vite të shumta të bekuara dhe të bekuara mbi të gjitha me mbrojtjen dhe me hirin e së të rëshënjtës.